studio me Fatmire Halitin nga Qendra Kosovare për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Por në fillim ju sjellim lajmet kryesore ditës. As në tentimin e 34 nuk konstruohet Kuvendi i Kosovës. Kurti vazhdon t'i pajsoj deputetët e partive tjera për krizën institucionale. I quan nomad Elimaj takohet me Avdi Gjikon. Raportet financiare të partive politike me një sërgjetjesh. Mungesë transparencë, kontrolli financiare, probleme me procedurat e prokurimit janë disa prej gjetjeve. Me moton trauma nuk ka afat në ditën e eliminimit të dhunës seksuale, kërkohet drejtësi e veprim për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Irani nis me valë të sulmesh ndaj Izraelit. Ministri i Mbrojtjes e përmend eliminimin e liderit suprem Kaim pas sulmit në një spital izraelit. Ka dështuar edhe mbledhja 34 të deputetëve për ta konstruar Kuvendin e Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti i ka quajtur nomad deputetët e partive opozitare që sipas tij nuk po duan ta kenë shtëpinë e tyre duke ju referuar Kuvendit. E deputetët deri tash në opozitë akuzuan Kurtin se e ka marrë peng legjislaturën. Pas pak do ta ndjekim këtë raportin e kolegës ton Marigona lidhur me legjislaturën, ndërkohë edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar raportet financiare të audituara të partive politike për vitin 2024. Sipas raportit, lëvizja vetëvendosje gjatë vitit 2024 ka pasur të hyra 2.337.160 euro dhe i ka shpenzuar 1.805.000 euro. Auditori ka gjetur se ka pasur mungesë të dokumentacionit në rastin e shpenzimeve të lëvizjes vetëvendosje. Në raport thuhet se për disa raste të blerjeve të shpenzimeve vetëvendosje ka pranuar vetëm kupona fiskal dhe nuk ka pranuar dokumentacion relevant mbështetës që do të mund të arsyetonte shpenzimet e ndodhura. E në raportin për Partinë Demokratike të Kosovës thuhet se të hyrat për vitin 2024 ishin 1.016.000 euro, ndërkohë shpenzimet mbi 941.000 euro. Auditorit e PDK-ja ka evidentuar mungesë të nënshkrimeve të rregullta në pasqyrat financiare, mungesë të procedurave të prokurimit, mos pasqyrim të saktë të kontributeve në natyrë dhe të shpenzimeve të qiras. Edhe te raporti auditimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës të hyrat e së cilës kanë qenë në vlerë të mbi 600.000 euro që janë evidentuar njësër shkeljesh dhe mangësish që prekin transparencën financiare dhe zbatimin e rregullave të brendshme të kontrollit. Në raportin për AK-n thuhet se për vitin 2024 kjo parti ka pasur të hyra në vlerë prej 314.390 euro, ndërkohë që i ka shpenzuar mbi 50.000 euro më shumë ose 365.000 euro 128. Në njoftimin e KQS-s thuhet se këto raporte janë audituar nga auditorë të cilët janë përzgjedhur nëpërmjet një konkursi të hapur publik nga zyra për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar të subjekteve politike. E tani ju sjellim raportin e paralajmëruar për dështimin e konstruimit Kuvendit Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti i ka quajtur nomad deputetët opozitar me arsyetimin se nuk po votojnë për ta funksionalizuar Kuvendin. Ky term për njerëzit që nuk kanë vendbanim të përhershëm, sipas Kurtit, përshkruan deputetët që, siç tha, nuk duan ta kenë shtëpinë të cilës i përkasin Kuvendin. Deputetët e mazhorancës po e duan më shumë Kuvendin, e ata e kanë qeverinë, ndërkaq deputetët e opozitës, të cilët nuk kanë qeveri, e kanë veç se Kuvend nuk po e duan Kuvendin. Në këtë frym lejoni që deputetët opozitarë, të cilët nuk po duan që Kosova të ketë Kuvend, pra që ata të kenë shtëpi, të quaj deputet nomadik. Sipas tij është e paarsyeshme prezenca e deputetëve brenda seancës kur nuk marrin pjesë me asnjë formë votime. Unë e di pse po shkoj, dhe s'ka munguar asnjëherë. Pra asnjëherë në këta 48 orësha unë nuk kam munguar si kryeministër në detyrë dhe si deputet që ka dhënë betimin. Por duhet të pyesni ata që po e pamundsojnë kvorumin kur po vinë, pse po vinë. Se unë s'po e di pse po vinë. Reagimi i tij u bë para se të mbahej edhe mbledhja e 34 të deputetëve për konstituim të Kuvendit që gjithashtu nuk prodhoi rezultat.
Në votim u hodh propozimi për formimin e komisionit për votim të fshehtë, mirë po vendimarrja nuk u mundësua, me që si 25 herët e tjera deputetët e PDK-s, LDK-s, AAK-s dhe listës serbe nuk morën pjesë në votim. 51 deputet kanë dhënë votën për, kundër ka qenë 1, abstenim. Në lidhjen demokratike kërkuan që vetëvendosje ta menaxhojë detyrën që ka marrë nga rezultati zgjedhor i 9 shkurtit. Takimi 34 i seancës parë për konstruimin e kësaj legjislature konfirmoi edhe një herë që çështjet politike dhe zgjedhjet e organeve deri në konstituim dhe në funksionalizim nuk mund të zgjidhen me procedura, por duhet zgjidhen me marrëveshje politike. Në Partinë Demokratike u shprehën se LVV-ja dëshiron të ushtrojë diktat mbi partitë e tjera dhe jo të ofrojë zgjidhje. Nuk ka fije logjike që institucionet e Republikës së Kosovës të mos konstituohen në mënyrë që të jemi në gjendje të adresojmë sfidat e shumta, hallet e shumta të qytetarëve për shkak të kryenetësisë së Zotit Kurti dhe ambicjes së zonjës Haxhiu. E në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thanë se kryetari i LVV-s duhet i vendos një kufi situatës së krijuar në kuvend. Për fat keq jemi të e pagu çmimin se i kem besu një mashtruesi. Edhe për mu nuk ka befashi, ju e dini vlerësimin tim për te, por edhe kjo situatë duhet merr fund dikur. Pra, mashtruesi s'mundet pa kufi me u tallë me një vend. Të shtunën deputetët do të mblidhen për herë të 35 në përpjekje për ta përmbyllur seancën konstituive. Njësia A3 të termocentralit Kosova A ka dalë nga sistemi në mënyrë të paplanifikuar pas mesnatës ka njoftuar Korporata Energjetike Kosovës. Ndërprerja është shkaktuar nga luhatjet e sistemit elektrik që kanë aktivizuar sistemin mbrojtës të gjeneratorit, duke bërë që zgjuesja të ndalet automatikisht thuhet në njoftimin e kekut. Gjithashtu është bërë ditur se më 17 qershor në njësinë A5 është identifikuar një humbje e ujit në kalaj. Pas monitorimit nga ekipet teknike, kjo njësi është mbajtur në funksion deri në orën 12 pas mesnatës të datës 18 qershor, kur është ndalur me qëllim të parandalimit të ndonjë avarie më të rëndë. Ndërkohë njësia A4 e termocentralit Kosova A është jashtë funksionit për shkak të remontit i cili ka nisur më 16 maj. Në deklaratën e saj, Keku ka theksuar përkushtimin dhe adresimin teknik të situatës duke synuar vendosjen e një standardit të lartë të përgjegjësisë dhe llogarinë dhënies në nivelet operuese. Drejtësi, njohje dhe mbështetje për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë u kërkuar në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt. Përmes fushatës trauma nuk ka afat, u theksua se pasojat e këtij krimi janë afatgjate. Kjo ditë u shënua me një sër aktivitetesh. Jo, që nuk shihen. Dhuna seksuale e përjetuar gjatë luftës në Kosovë mbetet ende një bare rënd për mira, gra dhe burra. Është theksuar në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt. Në kuadër të fushatës trauma nuk ka afat, në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës kërkuan drejtësi, njohje dhe mbështetje për viktimat. Drejtoresha Feride Rushiti tha se pasojat afatgjate të këtij krimi shërohen me drejtësi për kujdesje e rehabilitim. Ajo theksoi se është e papranueshme vendosja e afatit për parashtrim të kërkesës për njohjen e statusit, që aktualisht është deri më 15 maj 2027. Saktimi i kufizimit kohor për njohjen e statusit të tyre, por edhe programet rehabilituese dhe çështja e drejtësisë është një lloj padresie që në vetvete e mohon vetë krimin dhe pasojat e këtij akti makabër. Ne si shoqëri edhe si institucione nuk mund të vendosim afate për njohjen ligjore të viktimave. Ato duhet të dëgjohen, të njihen dhe të përkrohen. E ambasadori i Britanisë në Kosovë, Jonathan Hargreaves, u shpreh se dhuna seksuale akoma përdoret si armë dhe strategji e qëllimshme e luftës. Sexual violence is still used
Sot është një mundësi që ta pranojmë dhe ta luftojmë atë, por gjithashtu është një ditë që të festojmë qëndrueshmërinë dhe t'i bëjmë thirrje drejtësisë. Është një ditë që të theksojmë besimin tonë se të mbijetuarit kurrë nuk duhet të heshtin ose të injorohen, por të njihen, përkrahen dhe fuqizohen. Ju e njihni dhimbjen, por e njihni edhe forcën. Në kuadër të ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt, u bën edhe homazhe në parkun Heroinat në Prishtinë. Ministrja në detyrë e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se si qeveri kanë adresuar krimet e luftës. Siç jeni në dieni, Qeveria e Republikës së Kosovës e ka themeluar Institutin për Krimet e Luftës, pra ku do të dokumentohen dhe do të verifikohen e hulumtohen të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Po ashtu kemi mundësuar rritjen e kapaciteteve në Prokurisë Speciale për adresimin e krimeve të luftës, e gjithashtu kemi mundësuar gjykimin mungesë, duke pasur parasysh që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës. Në kuadër të kësaj dite, Medika Gjakova ka organizuar një aktivitet simbolik me 20 silueta që përfaqësojnë të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Çdo siluet përmbante një mesazh të vërtet nga të mbijetuarit të shkruar në 3 gjuhët zyrtare të Kosovës. Ndërsa në Strasburg, artistja nga Kosova Alketa Gjafa Mripa ka realizuar një instalacion me titull Mendoj për ty. Kryeministri Kurti ka shkruar se si një artiste nga Kosova me famë ndërkombëtare vazhdon të flasë por ato e ata që nuk do të harrohen kurrë. Sipas të dhënave të organizatave të shoqërisë civile, në Kosovë janë rreth 20.000 viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. E mbi 1.700 personave tashmë i është njohur statusi i të mbijetuarve.